Flitet se fitoria mund të jetë në mes Gjestit dhe Rozanës. Thuhet se Gjesti këtë javë mund ta thyejë Unazën. A mund të jetë Egli finalistja e 5? Finalja e Big Brother VIP Albania 4 pritet të mbahet me 19 prill, e ku mbrëm gjatë spektaklit u tha se do të jenë vetëm 4 finalistë. 2 finalistët e konfirmuar deri më tani janë aktori Leart Vasili dhe këngëtarja Rozana Radi, e 6 banorët e mbetur në shtëpi Dania, Egli, Gerta, Jozi, Gjesti dhe Loredana janë të gjithë në nominim. Nga ky televotim, vetëm 2 nga ta e kanë fatin që të shkojnë në finalen e madhe për të garuar për çmimin, mirë po nuk e përfundova ende. Një teori që po qarkullon ditëve të fundit në rrjet është se Gjesti do të thyejë kutinë e Unazës dhe do t'i propozojë Eglit për martesë, pra do të krijohet një martesë fiktive për show. Dhe në zarfin që është në kuti, thuhet se do të jetë surprizë finalisti i 5, e kjo që mendohet se Egli do të shkojë në finale. Një teori tjetër interesante është që nëse Gjesti e bën propozimin dhe ndodh thyerja e Unazës, ata mund të bëhen në një banor të vetëm dhe mund ta ndajnë këtë rrugtim deri në fund. Pra që do të thotë që edhe Egli mund të jetë finalistja e 5. E patjetër që kanë mbetur edhe pak kohë deri tek finalja e do të qarkullojnë edhe shumë teori të tjera. Por më e rëndësishme është se kush po e fiton këtë Big Brother. Ju shqus të dashur tregoni në komente se sipas juve kush e meriton të jetë fituesi Big Brother VIP Albania 4. E për më shumë video si kjo, follow Infocus Plus në Facebook, si dhe subscribe në kanalin ton zyrtar të YouTube-s Gazeta Infokusi.